Jo mërsem se është gjëna me gjuku një person, për shembull me thonë na ka fut Sajmi në burg, është gjënaf me gjuku se të vret Zoti i Madh. Tjetri. Deshte s'de ishte, shumë njerëz e njohin që të shok, rruje, Le, mos qit më fytyrë. S'do me dalë në fytyrë? Pse? S'do me dalë? Bën bëj? Ose s'do me dalë me fytyrë se ka hallë kë? E na e din se kusha, shto si rrina për internet. Ne na kap 8 vet, jo një. Jena arrestu 8 vet. Diablo është Diablo çuna. E dini me Diablo vet që ku e keni shtu? Për sa jena arrestu. Do dale emri. Po, për qa na tha? Për banë, për organizata. Po kush na ka bon? E morim bashkë. Në telefon çuna. Kështu që është bani telefonat, po unë hyna ashtu për hallet mia, mi thon drejtën se kishi fillu të thon, jo kur vjedh GoFonde, jo kur zvjedh, s'ka qenë çështja hiç e GoFondit, s'ka pyet kërkush për GoFond. Ju thash aty mrejnë, thash o vlla, ne e kena bujit mirë se gjenjit mirë, po unë sa e mshela atë mirë, më futët më burg. A kuptu? Me rob shpije, po... O James Bond, love you bro. Love, shumë faleminderit se jo. Jam në Turkije. Afirmohu sa rap veç me hik. Këso rrejt e rap të shpis. Nuk u rrejt e mish i rap 20 vajt aty. A jam blau ka se di se qa pëllaj. Nuk e di. Për zotën. Nuk muj me bo bërg, mi thanë drejten. Këtë zilë. Sa me po burgi për burra është? U thamë, që shenë? Mirë, si e? Burgu për burra arë, po Sa mirë ta këshin bo një video me një furgon të kesh. Jo e bona, unë rëp të shpis një video se nuk na kanë dhënë as letra as kur qanë sam. Vesh na kanë detyru me prej me zër biletat. Edhe i prejmë. Me ardhë. Pa ishte në lidhje GoFondi apo tjetër gjë? Jo vlla, s'është lidhje GoFondi, vetë se ka një telefonat, thojnë që unë kë jam pjesë e HB-ve, një grupit kriminal, dhe ti e personi pa dëshirueshëm në këto. Po si është të mëshme, Alex, ti e me letra, ti si është të mëshme që të kanë lënë me hi në aeroport, pra? Vlla, unë nuk e di se që e mujshme është që më ka denoncu dikush. Edhe është fakt 100%. Po se Denoncu dikush e ke arë, nashtë. Jena arrestu 8 vetë. Kosova është mrejnë, o vlla, ti që i tu më shkujt. Nuk ka arë, nëse s'ka pashaport, është i liri mrejnë, është besi mrejnë. Në kejkeja. Ma bani Allah dhe dzije, se për kalëzë, për dhëtë me kalëzë, se të mrapa në dzija të po për audiencë. Kurse besin e këna në dhëm tjetër, djavlin shtu, djalin e aqës 2 dit në Dubai, i dha në bandë rëpt. Shkrejt. Ta që ka patë lë vla? Krejt, jena pjesë kriminale, thëshin. Informacioni sigurt.
Që thonë se nga ka ardhën? Jo, nuk na ka ngalzu, i ka thot avokat të shok, si kanë vite që jetojnë anë, më na kalzu. Që ka nej për plasje, aty njës. Da? Do tjetë nej për plasje. Po me ka jam për plas? Jo ti, jo. Po edhe këtë që... Po unë shpata me to, se unë si kam as taku këto. Valoj, as si kam takuar. Se ti kisha taku, okej, po si kam taku. Ule bola që di kur më tha dore, vëllaj, kur bërë në telefon, thash, që është më që më bërë. A i ka resident në atje. Për Se zotin... dul fjale që jo e kënë zërë emnin e për gofond, ke mbledh një shtet që nuk lejohet anë e knejt tja futën, shqiptar, vëlla. Unë e pash vetë, që në papër media më kishën fillu të shkryt, hajdut, nuk ka lidhje. Po, bo mire që e ketë, se unë për shembull... Ma ato 2 lekë se i kam kontribu vetë, dhe familja e din, mos kofshin, dale një familjari go fondeve, nëse më kam kërku një diçka, kam bo një sen, por... Nuk ishte puna të Alex, ishte puna që keni grumbullu lek në një shtet, thojshin shqiptarët, apo nëse shqiptarët e din ligjin e këtë botës, thojshin e kanë kapë se ka bo gofond prej Dubajit. Lokacionin e kanë gjetë, ka qenë Dubaj të lypa në e knejt shi janë unë ku hinë në ku tullen shqiptarët. Si qdo herë me memë, tani pasaj njoni e thët një fjallë, ata në memë i shkuj një 10 fjallë. Me i fjallë, dhe me thonë së të ka konë go fondin pytje. Pare, thjesht telefonat që në kanë me arrestua, për jam bandë një pjesë të HB-ve. HB, Albanians. Thojnë që është Vinci e Stelthi, gjëmët. Jena lutë 8 vetë, jo një. 8 vetë jena kanë mrejnë. 4 janë, 4 kënë ardhe poshtë, jena në Turki, në Istanbul. Dhe na vinë këto. Dhe na vinë e këto? Për zoftën.